As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Subhanallah, sa herë që vinë në Medinën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, më kujtohet një lexim shumë interesant që e kam pas gjatë studimeve të mia, ku autori i një libri mbi Medinën e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe veçoritë e saj shkruan për një ngjarje shumë interesante. Thotë se kur isha student në Kairo, u mblodhem me disa shokë edhe miq, edhe ishim në një mexhlis me njerëz të mirë. Dhe gjatë nejes nisi edhe prezantimi. Dhe kur e morën vesh se unë jam nga Arabia, pra jam nga Medina e pejgamberit alayhi salatu wassalam, një burr i mushum mu afroi dhe më tha: "A ka mundësi ma plotësu një dëshirë?" I thash: "Me rënda mundësive." Tha: "Du me ta pudh ballin tënë." Tha: "Unë habita." I thash: "Më pudh ballin?" Tha: "Po, sepse balli jot ka rënë në sejdë në xhaminë e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Balli jot ka shkel atë tokë dhe ka prek atë tokë që e kanë prek kamët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Edhe unë nuk e di a kam kohë dhe a kam jetë dhe a ma mundson Allahu azza wa jall me shku në Medinë dhe me e vu kryt në sejdë aty ku kanë shkel kamët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe nuk e di a ka mundësi dhe njëherë me shku në atë qytet të bekum edhe me u lutë Allahut azza wa jall në tokën e pejgamberit alayhi salatu wassalam." Thotë unë ngrita shu i përmallume dhe erdhi edhe më përshafoi edhe më puthi ballin. Thotë nuk e di se si, por fjalët e tija më preken edhe unë nisa të qaja. Ndoshta nga malli për qytetin tim të lindjes, ndoshta për mallin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ndoshta se shpesh herë dhe njeriu hutohet kur e ka një të mirë përpara durve të tij dhe harron me falendëru Allahun azza wa jall aq sa duhet dhe si duhet për atë mirësi. Subhanallah, me erdhi ndërmend kjo ngjarje dhe ky qenim i këtij autori tash në hyrje të Babu Selamit për t'i dhanë selam pejgamberit alayhi salatu wassalam, si për t'i thënë që ne jemi në besën tënde ja Rasulullah, edhe për t'ju lutur Allahut azza wa jall me na e rujt këtë besë, edhe me na rujt këtë besim, edhe me na forcu në këtë fe të mallnueshme islame. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nuk ka gjë më të bukur edhe kënaqësi më të madhe se sa kur hyn në xhaminë e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe sheh njerëzit që nuk humin as edhe një moment për të ardhur dhe për t'u fal, për t'u lut, për t'i dhënë selam pejgamberit alayhi salatu wassalam. Në pamje të parë duket si diçka normale, sepse njerëzit në fund të fundit këtu për adhurim vijnë. Mirë po, lidhja që kanë njerëzit me këtë xhami edhe lidhja që kanë me pejgamberin alayhi salatu wassalam është mahnitse. Ky është minberi i pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe me thënë në këtë vend pejgamberi ka majtë hutbet e xumas, pastaj nga ky cak edhe deri tek shtëpia e pejgamberit alayhi salatu wassalam, pra ajo ballina e jeshile konsiderohet si kopsht për kopshteve të xhenetit, edhe njerëzit normalisht hynë në radhë edhe me një leje të posaçme hynë për të falë qoftë 2 rekate në këtë vend. Këtu lart shënohet edhe hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam, pra ndërmjet minberit tim edhe shtëpisë time është kopsht prej kopshteve të xhenetit. Pas kësaj pamje ndodhet edhe varri pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku të gjithë shkojmë për t'i dhënë selam zotnisë tonë sallallahu alaihi wasallam edhe dy sahabëve të tij, Hazreti Ebu Bekrit edhe Hazreti Omerit. Janë në këtë vend i jepet selam pejgamberit alayhi salatu wassalam, pastaj në ato 2 dritaret e vogla, Hazreti Ebu Bekrit dhe Hazreti Omerit. Allahu ju mundsoft dhe Allah subhanahu wa taala na majt të lidhën për herë pas kësaj dashnie edhe këtij shpirti.
nga ky vend i dashur edhe i shtrejt përballë kupolës së pejgamberit ton alayhi salatu wassalam. Ju dëshiroj çdo të mirë edhe lutem për gjithsecilin për jush. Allahu ju dashur.